Përshëndetje miqtë e emisionit ton. Sot do të flasim për një problem që pothuajse prek pjesën më të madhe të njerëzve. Pa dallim moshe, gjinie dhe shumë më e përhapur në stinën e pranverës. Siç e dim, stina e pranverës është e vrrullshme në zhvillimin e saj, ku shpërthejnë me miliarda sytha të fjetur dimëror dhe prej tyre marrin jetë lastarët e rinj. Dhe kur ky syth në minjatur po zhvishet, ato cipat e sipërme të saj dhe ajo si masë rëshirore që e ka mbledhur këtë syth dhe e ka mbajtur të ngrohtë gjatë gjithë dimrit, fillon që një pjesë e mirë e tyre të lundrojnë pezull në ajër. Dhe tek disa njerëz, sidomos kur këta kanë rezistencën e tyre të ulur, mundet që sistemi i tyre imunitar të filloj të reagoj shumë herë më shumë karshi këtyre poleneve ose këtyre grimcave, se sa që mund të reagoj një sistem tjetër imunitar i një trupi tjetër. Pra, kur sistemi ton reagon në mënyrë shumë më herë më të egërsuar karshi një poleni, se sa që mund të duhej të reagonte, atëhere ndodh që qelizat tona mastocite, ato që mbrojnë sistemin imunitar dhe limfocitet tau, të fillojnë të çlirojnë histamin, e cila shkakton një irritim nën lëkurë. Ky irritim shoqërohet me kruarje të fytyrës ose të syve ose të lëkurës në pjesët e krahut, të barkut e kështu me radhë, dhe veç kësaj fillojnë shenja të tjera, një teshtitje e zgjatur, një rrjedhje hundësh, një bllokim hundësh, një koll e thatë ose me pak sputum po në formën e spërklave, dhe mandej nëse individi nuk do të filloj që të tregoj për kujdesje, atëhere mund të arrijmë deri në një si bllokim të frymarrjes, deri në një ngërç në rrugët e frymarrjes, dhe mund të themi që ky sistem imunitar tashmë që po bie dhe trupi sikur po lufton me të vërtet me vetveten, mund që njeriu të bëhet nervoz. Duke ditur që neve dim këto shkaktar, pra që janë këto polenet, që janë myqet që mund të kemi në dhomë, ose një dhomë e pa erosur mirë, pra një ajër i ndenjur për një kohë të gjatë, mund të bëhen shkaktar të tjerë për të na krijuar këto ndezje alergjike në trupin tonë. Kjo shkëndije që na jep këtë reaksionin alergjik, hera herës nga njerëzit mund të shkaktohet edhe nga padia. Po si për shembull, ne hapim dhomën kur është duke rënë shi, hapim dritaren. Kemi futur ajër me lagështi në shtëpinë tonë dhe bëhet shkas për zhvillimin e ndonjë mykur, kryesisht në qoshet e mureve. Ose një njeri alergjik del për shembull në pikun e vapës ose afër drekës në rrugë, kur polenet janë të shumta dhe lundrojnë si thua pezull në ajër. Pra, nëse ne do ta dim këtë gjë, atëhere nuk e hapim dritaren për ajrosje kur ka lagështirë, sidomos kur bie shi. Nuk dalim që të bëjmë ato detyrimet për shembull për furnizimin e familjes nga ora 10:30 deri nga ora 3-4, pasi në temperaturë të lartë këto polenet janë shumë herë më shumë të shoqëruara, ndoshta edhe me atë pluhurin që ngrenë makinat gjatë lëvizjes së tyre. Çfarë analizash mund të kryejmë neve në këto raste? Ajo që mund të na bjerë në sy më e para është të bëhet kjo IgE-ja totale, pasi nëse edhe kjo IgE është e lartë si tregues, atëhere ne do të kuptojmë që sistemi ton imunitar është duke rritur shkallën e reagimit mbrojtëse të tij. Nëse IgE totale është e lartë, atëherë mendja duhet na shkojë tek alergjia. Tjetër, mund të bëhet ai testi i alergjisë me ato injeksionet në lëkurë që shumë njerëz kanë provuar që me vërtet një ose dy prej tyre mund të na japin një informacion nga kush bim ose nga kush shkaktar ne duhet të mbrohemi. Por si do të veprojmë nëse me vërtet ne na ka kapur një rinit alergjik? Për shembull, teshtitje të shpeshta dhe rrjedhje hundësh. Zgjidhja është shumë e thjeshtë.
Marrim propolisin me rigon. Hedhim me njëherë 10-12 pika në gojë dhe e shëtisim dhe marrim pas kësaj propolisin me rigon, e hedhim për shembull, le të jemi kudo që të ndodhemi, në rrugë, në lokal, në punë e kështu me radhë, hedhim në pëllëmbën e dorës 4-5 pika propolis me rigon. Shtojmë në të me njëherë dhe pak ujë, e përzijim pak dhe këtë propolisin, këtë përzirje le themi, ne e thiti me hundë. Në plot raste, sidomos edhe në lokale, kur unë kam rastisur, e kam parë njerëz të tillë, sa kemi përdorur propolisin me rigon, atëhere ne kemi vënë re që teshtitja dhe rrufa ka ndaluar në mënyrë të pa diskutuar me njëherë. Po pse? Le t'i japim një lajm shumë të mirë. Së bashku me një profesor nga Universiteti i Kamzës, ne analizojmë disa propolise tonat, në veçanti propolisin me rigon, atë propolisin për fëmijë dhe një propolis për puçrat. A dini kush ishte përgjigja? Nga gjithë gadishulli i Ballkanit, që ne kemi analizuar, asnjë prej këtyre nuk përmban quercitin aq sa përmban propolisi merja. Dhe pikërisht quercitina në një përqindje shumë të lartë, që nuk e ka pas asnjë tjetër, ka bërë atë gjë që t'jetë me të vërtet edhe anti-inflamator, edhe antihistaminik. Prandaj kjo e qetëson me njëherë atë rinitin alergjik të hundëve dhe të pjesës së fytit. Le të vazhdojmë më tutje. Nëse jemi në kushte shtëpie dhe kemi për shembull kruarje të lëkurës, të fytyrës, të barkut e kështu me radhë, dhe kam propolisin, atëhere sa të marrim masat e tjera, shpejt e shpejt neve lyejm pjesën ose zonën me pak pika propolisi dhe me njëherë kjo ndezje lëkure do të fashitet brenda 1-2 minuta. Nëse do të kemi një aloe vere, për shembull, në një vazo lulesh, qëndron hilaçi i shërimit, por ne duhet ta shfrytëzojmë atë. Kemi parë plot raste që familjet e mbajnë aloe verën si një lule zbukurimi. Kjo tona është aloe arborescente, por edhe disa të tjera që janë për shembull barbadensis miller e kështu me radhë, edhe ato e kryejnë këtë efekt, këtë veti qetësuese të organizmit. Por vetëm tek kjo, përbërësit fitokimik janë në përqindje 3 deri në 4 herë më të larta. Pra, marrim një copë nga aloe vera, i heqim këto pjesë të gjëmbave, e çajmë në mes kështu dhe me xhelin e aloe verës ne do të lyejmë pjesën e irrituar të lëkurës. Pra, siç e kemi këtë xhelin, kuptohet kjo aloe arborescente ka më pak xhel se sa ato të tjerat, por është më fort në lëndët aktive. Atëhere, me këtë xhel ne mund të lyejmë fytyrën e irrituar, ne mund të lyejmë trupin, duar, gjithçka dhe do të vëmë re se situata do të na qetësohet brenda 2-3 minutash. Pra, e lagi mirë, e lëm të thahet dhe lëkura jon do filloj të qetësohet. Unë leva praktikisht duart, do të vëmë re se si do të thahet dhe mbi të kjo më lë një cip të hollë me një ngjyrë gati në qumështore. Proteinat që ndodhen këtu janë antihistaminike të mrekullueshme, që në momentin e parë kjo fillon sikur freskon, qetëson atë të krojturën, ul ato inflamacionet dhe procesi i qetësimit të trupit vazhdon në mënyrë progresive. Krahas kësaj, mund të marrim një nga këto copat, t'ja marrim atë xhelin ta kruajmë me lugë dhe marrim një lugë gjelle nga ky xheli i kësaj gjethes aloe verës, e përdorim me pak kos, e përzijim dhe e pim. Në momentin e parë, tek lëkura kjo mund t'japi një djegje të lehtë dhe pastaj raporti si themi i këtyre limfociteve dhe i mastociteve fillon që të jetë jo më nga krahu i irritimit të tyre, por nga krahu i qetësimit. Pra, ulet IgE-ja totale, ulet edhe shkalla e reagimit të këtyre mastociteve. Po në rastet e tjera, kur neve kemi ndezje për shembull të fytyrës, të trupit, fryrje buzësh, faqesh, puçra në trup e kështu me radhë, si do të veprojmë praktikisht? Atëhere, ose do të marrim 4-5 lugë gjelle nga çaji alergomer dhe do t'i hedhim në 1,5 litër ujë,
ose nëse kemi lëkurën si të irrituar dhe kjo alergji më shkaktuar nga myku, do të marrim këtë çajin kandimer. Pra 4-5 lugë gjelle. Së dyti, do të hedhim hithra, 1 dorë hithra. Pasi hithra ka veti që të bllokojë çlirimin e histaminës. Është e mrekullueshme në të gjitha llojet e alergjive. Hithrën mos e kurseni, 1 dorë të plot. Hedhim veç kësaj 1 dorë me mëllag. Pasi mëllaga e zezë Malva silvestris përmban mucilagjen brendësi të saj dhe kjo qetëson, si thuash ato, ngërçet muskulore dhe së dyti liron spazmat e mushkërisë. Ka shumë njerëz që alergjia sikur ju jep një tendencë të bllokimit të rrugëve të frymarrjes. Shtojmë në të dhe 1 lugë gjelle të çajit të gjelbër, pasi edhe çaji i gjelbër, green tea, është jo vetëm një medikament i mrekullueshëm për pastrimin e gjakut dhe për uljen e kolesterolit dhe të tensionit, por është një antihistaminik i mrekullueshëm. Me këto bimë afërsisht, ne përgatisim çajin në 1,5 litër. E kullojmë, e lëm pak të ftohet dhe fillojmë. Mbushim 1 gotë çaj. Hedhim në të 1 lugë kafe ose çaj me sodë buke dhe shplajmë ose lagim lëkurat e irrituara, vatrat e lëkurave që janë të skuqura. Lagim mirë 2 deri në 3 herë. Mbasi thahet kjo, vendosim mbi të pak nga propolisi merigon, e shpërndajmë edhe këtë dhe jemi të qetë që situata tashmë është qetësuar plotësisht. Kjo shplarje e lëkurës me këtë çajin bëhet afërsisht 2 herë në ditë, mëngjes dhe darkë. Dhe pasi thahet çaji dhe propolisi, mund të marrim të vendosim pak ekstrakt balsamik ose do të vendosim pak antiseptik bimor. Antiseptikun e vendosim duke sprucuar kështu dhe e lëm lëkurën të qetë. Nëse në rast se do të kemi puçra dhe vatra myku që kruhen, atëherë përdorim edhe kremin antimykotik. Këto përbërës neve i përdorim afërsisht 2 herë në ditë. Shkurtimisht, shplarja me çajin e zonës që kruhet ose e të gjithë trupit, në gjithë trupin do të përdorim gati gjysmë litër çaj. E lëm të thahet dhe në vatrat ku ne kemi kruarje bëjmë lagjen e saj me disa pika propolis merigon dhe gjithçka qetësohet. Mandej antiseptiku ose ekstrakti balsamik ose kremi i mykut, kur ne kemi njolla vatra myku në trup, janë të mrekullueshme. Ky është një trajtim nga jashtë, kurse nga brenda, për të qetësuar atë sistemin ton imunitar që ta bëjmë të reagojë në ato raste kur me të vërtet hyn një agent i rrezikshëm dhe i dëmshëm për organizmin ton, përdorim edhe produkte të tjera. Çaji së pari mund të pihet 2 gota në ditë, propolisin merigon e pim 3 herë në ditë nga 10 pika, 10 në mëngjes, 10 në drekë, 10 në mbrëmje. Përdorim afërsisht 1 deri në 3 gram spirulin. Pasi edhe kjo është jo vetëm antiinflamatore, por edhe antihistaminike. Këtë e tresim në pak kos dhe e pim. Përdorim moringa oleifera, afërsisht 1 lugë çaj për të rriturit, 1 lugë kafe për fëmijët e vegjël dhe përdorim shafranin për të qetësuar sidomos ato kruarjet dhe alergjit në zonën e syve. Shafranin për fëmijët e vegjël 5 deri në 6 fije, për ata fëmijë që janë 10, 12 deri në 15 vjeç deri në 10 fije dhe për të rriturit 20 fije. 1 herë në ditë mund ta hedhim në kos, e përziejmë dhe e konsumojmë. Ky është trajtimi për alergjitë. Nuk duhet harrojmë atë që është më kryesore. Alergjitë shkaktohen së pari nga polenet e bimëve. I pari produkt që i ka në minjaturë më të skalitura në përqindjet më të larta të tyre, polenet e bimëve dhe të pemëve, është qumshti i mbretëreshës. Ne kemi analizuar këtë qumësht dhe përmban ekstrakte nga polenet e jo më pak se 30 pemëve të ndryshme dhe bimëve. Çfarë do të thotë kjo? Që çdo njeri që është alergjik mund të përdori 5 mg të qumshtit të bletës për çdo kilogram peshë. Pse duhet ta përdorim këtë produkt?
Ky, duke pasur polene të ndryshme të pemëve, i fut këto polene në gjak dhe bën që sistemi ton imunitar ta njohi, ta lexojë atë ngacmues të jashtëm dhe të mos të reagojë mbi këtë polen që është futur në trupin ton në mënyrë të egërsuar. Pra, shkurtimisht, qumshti i mbretëresës qetëson çdo reakcion alergjik në trupin ton. Të mos harrojmë 5 mg për peshë trupore, ose për një fëmijë deri në 4 vjeç, ne mund t'i japim sa një kokër orizi çdo mëngjes poshtë gjuhës. Për një fëmijë deri në 10 vjeç, ne mund t'i japim afërsisht sa 2 kokra ose sa një kokër thekre e zgjatur, e vendosim poshtë gjuhës, ndërsa për të tjerët 250 mg, ata që janë 12-15 vjeç, dhe 500 mg për të rriturit. Çdo mëngjes esëll 15 minuta para buke. Ky ishte emisioni për sot. Mirupafshim në emisionin e radhës. Mirupafshim.